20 vite pa ujë të pishëm. Edhe sot e kësaj dite banorët e Pallëqishtit nuk kanë mundur të furnizohen me ujë. Ata sot kanë dalë për të protestuar në prag të iftarit, pasi mungesa e ujit ka bërë të vështirë jetën e tyre të përditshme. Ne si banor të fshatit Pallëqisht dhe unë si kryetari i bashkisë lokale, arsyeja se pse na mbledh në kohë të iftarit të bazeni i fshatit është problemi me ujin. Ka 2-3 ditë banorët e këtij fshatit nuk kanë ujë. Ashtu siç e dim ne, e dini edhe ju se premtime ka pas shumë edhe nga ju, po çka u kanë thonë juve se do të përfundoje projekti i ujtit, po edhe neve. Por projekti i ujtit as pak nuk ka përfunduar. Ndoshta i presën zgjedhjet. E çfarë është problemi me këto dy objekte të bazenit? Objektet e bazenave janë, njëna është komora e cila ka shumë vite dhe është e vjetër, ndërsa komora tjetër këtu është ndërtuar nga kontributi i vetë bashkëtarëve të cilët kanë qenë në bashkësi lokale më përpara, kanë dhënë kontribut për fshatin tonë dhe ne kemi kod gati me kërkesën e bashkëtarëve. Ne kërkojmë nga ana e komunës, nga kryetari i komunës, gipi kryesor i cili vin tash me ujësjellsinë e ri, ta përfundoje te kjo komorë. Te kjo e reja. Për të pat kushte për ujë, se ne nuk kemi kushte, ne edhe ai ujë që na vin. Ai ujë me bashkëtarët që kena sjell ne ujtin e lumit, edhe ai ujë kur vin deri te komora neve na del poshtë në lum. Nuk na përfundon në bazen aty ku duhet. Banorët e këtij fshatit ja bojnë disat mbushin fshatin Novak, disat në Rëqic, në Tetoaf. Problemi është shumë i madh, edhe dimnit kemi pat problem, po tash problemi edhe shtohet, dita ditës shtohet me probleme shumë më të mëdha. Nëse problemi me ujti nuk zgjidhet, ne jena këtu një pakicë njerëve aq sa kena desh kena dalë sot, sa është iftar, është Ramazan. Ne do vazhdojmë para objektit komunës me tenda. Ne nuk do të hiqena pi objektit komunës. Synitë në duke fillu prej vitit tim, domethënë që 3 ditë shkoj mbushur në ujë në fshatin Kannik me kova, kam 10-15 kova i mbushën i çoj të shtëpia, domethënë për nevoja domethënë higjienike. Për të pi, asgjë nuk është ujë, normale është, po nuk e di çka është problemi pse ndodhen kjo. Që sa ditë jeni domethënë me këtë gjendje? Dita e tretë. Dita e tretë ne nuk kemi e llogaritë kur do të vijë vera se çka do të ndodhë. Domethënë veç vend të shkuar edhe kama e keqe. Bon vakit ditë, s'kena ujë. Lishuat, prapë ndalin, s'ka ujë, bëj pi punë i përlijm, do të mbushim ma rastis stregohet. Po si ja boni? Po çashto me kushte të vështira. Ku furnizoni, domethënë përveç që nuk ka më ndikun si Po ja boni? do mbushish bure, do mbushish kova, çose gjoja, jeta shumë e vështirë po ujë. Kjo nuk ka rregull. Ama nuk e di si e bën çka gjë, nuk e di. Ki ma rast i keq se ki s'ka, si njeri vdeket. Pa ujë. E në shton vën verë, 3 ditë se kes ujë. Ku të marrun ujë? Ku të shkuj të marrë ujë? Pi puni i lodhët. Ku ta marrë atë ujtin?